Në prag të çeljes së sezonit turistik, Parku Kombëtar Arkeologjik i Apollonisë bëhet pjesë e një marrëveshje bashkëpunimi me Parkun Arkeologjik të Francës. Të pranishëm në nënshkrimin e marrëveshjes ishin ambasadore franceze në Shqipëri, Kristina Moreau, drejtues të Parkut francez dhe arkeolog të shquar shqiptar. Nga kjo marrëveshje, Apollonia Antike do të përfitojë menaxhimin dhe administrimin sipas modeleve perëndimore. Écoutez, cet accord concerne à la fois la poursuite. Kjo marrëveshje ka të bëjë me 3 pika kryesore, si vazhdimi i kërkimeve dhe gërmimeve, e dyta ruajtja e objekteve të gjetura dhe e treta administrimi i parkut arkeologjik. Ne kemi një marrëveshje shumë të gjatë me vendin tuaj që në vitin 1925. Ky bashkëpunim është me interes të madh shkencor, si për arkeologët shqiptar dhe ato francez. Dhe kjo është arsyeja kryesore që të dy palët duan që ky bashkëpunim duhet të vazhdojë. Marrëveshja e nënshkruar sot është e dyta, e para ishte para 5 vjetësh në 2007, duke qenë se përgjithsisht funksionoi mirë, por ishte thjesht në nivel teorik. Ne me mbështetjen e ambasadës franceze vendosëm të bëjmë rinovimin e kësaj marrëveshje, tashmë duke përfshirë edhe aspektet teknike të punës profesionale, pra aty ka element të konservimit, të restaurimit. Ideja është shkëmbimi i eksperiencave po se po, por edhe e reja është edhe futja e nocionit të unifikimit të burimeve njerëzore dhe teknike, gjithmonë në funksion të nxjerrjes në pa të trashëgimisë kulturore. Parku Arkeologjik e Apollonisë konsiderohet si një ndër parqet më të pasura dhe ndër më të frekuentuarit nga turistët. Do të padyshim, është një kohë gjatë që punojnë, ne kanë dhënë rezultate shumë të mira. Ashtu si butrindet ne njohim nga Ugolini, nga italiani që bëri ato, mund të thotë që Apollonia të më kryesorët i ka zbuluar nga francezët. Do të jetë një këmbim, do të jetë një lidhje eksperiencë, megjithëse për mua strukturat janë pak të larta. Këtu në Apolloni, për shembull, ne kemi një qytet i cili mund të thotë vetëm këtë gjë që Octavian Augusti, perëndori i parë i Romës, para se shkon të bëjë perëndor, studioi në Apolloni, studimet e larta të universitetit dhe ka bërë këtu në këtë qytet. Do thotë ky është shumë më i fuqishëm se ai, po në fakt ai është shumë më i mirë mbajtur se ai. Do thotë eksperjenca e tyre mund të vlej fare bukur edhe Apollonis. Në këtë park ka një larmi objektësh të lashta dhe mjaft i favorshëm është edhe pozicioni gjeografik që i ofron vizitorëve një panoramë çlotëse dhe shumë dimensionale.